këtë edicion do të ndiqni. Dëshmori Mem Leshi përkujtohet nga shokët e gjeneratës. Vetëvendosje, qendra në Gjakov akuzon komunën për heshtje dhe keqpërdorim të pronës publike. Mbahet manifestimi letrar, Festivali Mbarkombëtar i Poezisë 2025. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Zyri. Gjenerata vitit 1988 në shkollën dëshmorët Leshi, e njohur dikur si shkolla Remzi Pula, janë mbledhur sot për të organizuar takimin e parë pas 37 vitesh. Pjesë e kësaj klase ishte edhe dëshmori Mem Leshi, në shënim të përkujtimit të tij, shokët e gjeneratës para takimit bën homazhe te lapidari i dëshmorit. Gjenerata vitit 1988 të shkollës dëshmorët Leshi, ish Remzi Pula, organizoi takimin e saj të parë pas 37 vitesh. Ata bën homazhe dhe pranë lapidarit në Vraniç, në nderim të shokut të tyre Mem Leshi, duke kujtuar me respekt dhe mall kujtimin e tij. Ky event ishte gjithashtu një mundësi e veçantë për ish-nxënësit të rikthejnë kujtimet e fëmijërisë, të takojnë njëri tjetrin dhe të ribëjnë lidhjet e mirësisë që kanë qëndruar të forta dhe pas shumë vitesh. Takimi sjellje momente emocionuese dhe dashuri të pafund edhe nga ana mësuesit të tyre drejt për Leshit. Vërtet është një kënaqësi kur i takon që edhe këta që kanë ardhur prej visave të ndryshme dhe pse janë bashkëvendas të mi, realisht një pjesë të madhe të nuk kam arrit mi taku as në rrugë apo as kund tjetër. Prandaj është një ndjenjë e mallëngjimi që i takon pas një kohe kur këta ishin adoleshent 15 vjeçar. Unë kam qenë 22-23 vjeçar, faktikisht që ishte një kënaqësi kur i takon për herë të parë. Por e ndi shumë mirë që edhe pse këta disa kanë ardhur nga vise të ndryshme, kanë hek keq për mu të bu, kanë shpenzu, kuptohet, dhe kanë shfrytzu këtë rast për më ardhë, i kanë përgëzu që më të vërtet kanë pasur që sa herë të është tradit apo krijohet. Këtu dhe kjo gjenerat është për lavdi që në mesin e saj, për e të dhe vetë, një ish-nxënës ishte Mem Leshi, dëshmori i kombit. Emocione dashuri, por edhe krenari përjetuan shokët e klasës, të cilët u takuan pas një kohë kaq të gjatë. Me dhimbje dhe krenari, ata kujtuan edhe shokun e tyre, dëshmorin Mem Leshi. Momentin kur e kemi marrë lajmin është kanë i hidhëruar, normal, po prap një krenari për klasën tonë, se edhe e mban shkolla jonë e mban emrin Lesha. Kjo është shumë krenari për klasën tonë. Unë si kam pa për klasës 8, disa i kam pa, se i kisha të afrit familjes, i mi taku në mbledhje familjare, ndoshta për shtiu krejt vite me kolegun e klasë dhe bashkë familjes, 2 herë për sa kry shkolla fillore. Pas 37 vite, e kem marrë iniciativen, kem dashur si takomi një herë, po më ka desht po kur muni në mes rrjetet sociale të si kem mbledh me numra, po këtë deshti zoti jem taku, më funksion shumë i madh, shumë mirë, mësë të shpisho belizysën, pisho e shtesh shumë mirë të besë. Me gjithse kina një vdekëm të klasë, me Leshin, ka në luft, po tash shka me bo. Pa ka liftu për kitë popull, shqyqyre, edhe të shina shtiro, shka me bo. Ky takim u pasi një mundësi e mirë për të ndjekur miqësinë edhe në vitet e ardhshme. Në një reagim publik, kryetari i qendrës së lëvizjes vetëvendosje në Gjakov Agon Batusha ka bërë të ditur se para më shumë se 3 javësh i janë drejtuar publikisht kryetarit Ardian Gjinit në lidhje me një pronë komunale. Mirë po në vend të hetimeve për këtë pronë ka heshtje dhe zhvarritje, thot Batusha. Ndjekim kroniken me detaje shtesë të këtij reagimi publik. Lëvizja vetëvendosje, qendra në Gjakov në një reagim publik në rrjetin social Facebook ka reaguar ndaj komunës së Gjakovës dhe kryetarit Ardian Gjini, duke akuzuar atë për mungesë transparence dhe heshtje në lidhje me një pronë komunale, që sipas tyre po shfrytëzohet në kundërshtim me kontratën e nënshkruar. Sipas lëvizjes vetëvendosje bëhet fjalë për një parcel e cila ndodhet në parkun e qytetit, pronë komunale e dhënë për shfrytëzim afatgjat me qëllime turistike, por që siç pretendohet po
përdoret për ndërtim dhe shitje banesash dhe dyqanesh. Në reagimin e publikuar, vetëvendosja thekson se ndonse kanë kërkuar dokumentacion dhe sqarime nga komuna që prej më shumë se 3 javësh nuk kanë marrë asnjë përgjigje, dokument apo veprim konkret. Në vend të hetimeve, kemi heshtje dhe zvarritje, asnjë dokument, asnjë përgjigje dhe asnjë veprim, thuhet në njoftim. Tutje kanë bërë të ditur se pavarësisht se kërkesa atyre për qasje në dokumente është miratuar, komuna po kërkon kohë shtesë që sipas tyre i jep avantazh investitorit në terren. Në fund të reagimit, kryetari i qendrës së lëvizjes vetëvendosje në Gjakov Agon Batusha paralajmëron se brenda ditësh do të dorëzojnë kallëzim penal për keqpërdorim të pronës publike dhe mashtrim të qytetarëve. Nëse kryetari nuk i mbron qytetarët nga mashtrimi dhe prona publike nga keqpërdorimi, ne do ta bëjmë këtë vet, shtoi Batusha. Në përfundim, lëvizja vetëvendosje në Gjakov thekson se transparenca është detyrim dhe llogaridhënia është përgjegjësi, duke kërkuar që organet komunale të veprojnë menjëherë për të sqaruar rastin. Besimtarët katolik sot kanë shënuar ditën e të gjithë shenjtërve dhe për kujtimin e besimtarëve të vdekur në të gjitha famullitë të komunës së Gjakovës në mënyrë të organizuar, sipas listës së planifikuar është shënuar kjo ditë me qëllim që të nderohen të vdekurit dhe për kujtimi për ta të jetë sa më i gjatë. Puna pendimit. Besimtarët katolik të Gjakovës u mblodhën për të shënuar ditën e të gjithë shenjtërve dhe për kujtimin e besimtarëve të vdekur. Me këtë rast, në të gjitha varrezat e famullisë u mbajt mesh dhe u bë bekimi varrezave sipas orareve të përcaktuara. Ceremonit nisën në orën 9 në Moglic, Qerim, Ramoc, Osekhil dhe Osekbash, ndërsa vijuan gjatë ditës në fshatra dhe qytet, për të përfunduar pasdite në orën 15 në Nec, Madanaj dhe Jahac. Kjo ditë është një moment i rëndësishëm shpirtëror për besimtarët që luten për shpirtrat e të dashurve të ndjerë, duke kërkuar që Zoti t'u dhurojë atyre pushtimin e pasosur dhe dritën e pambaruar. Shumica prej jush nga familja Gjakovës dhe nga Pietroshani, këto fshatra kur të parë tonë përshojnë në këto varreza. To i fillu Kosari, Doli, Pietroshani, Raqa, Moglica, Virza, Brekoci, nga qyteti i lagja katolike e shumën banime tjera varrosën këtë vend të cilët ne sot edhe i përkujtojmë. Lutja ma e bukra, ma mirë është mesha shenjte për shpirtin e tyre. Sot kisha shenjte feston të gjithë shenjtrit dhe shenjtreshat e hyut. Prandaj të kërkojmë ndërmjetësinë e shenjtër dhe shenjtreshave që këta vllazën e motrat tonë që janë të varrosur këto varreza të gëzojnë mretnin qiellore jetën e amshume. Pater Aleksandr Tanushi tha se me dhimbje në zemër, sot dhe nesër i përkujtoj me mall të dashurit tanë, me të cilët kemi kaluar gëzime e hidherime së bashku. Me dhimbje në zemër, sepse në këtë ditë, sot dhe nesër, i përkujtojmë me dashurit tanë, të parët tanë, ata me të cilët kemi kaluar momente gëzimi i dhënimi, momente hareje, qesh e qajtë së bashku. Por në anën tjetër, i në ardhë me një gëzim të veçantë, sepse i vizitoni varret e tyre, sjell një qiri që simbolizon dritën e Krishtit. Në këtë mënyrë, dita të gjithë shenjtërve u shënua me përkushtim e lutje në të gjitha famullitë e Gjakovës, duke bashkuar besimtarët në nderim të atyre që kanë kaluar në amshim. Me bekimin e varrezave dhe lutjet e përbashkëta u përsoll një mesazh paqeje, dashurie dhe kujtese për të gjithë ata që nuk janë më mes nesh, por jetojnë në zemrat e të gjallëve përmes besimit dhe kujtimeve.
Për një muaj rresht në gjithë vendin është thirrur për ngritje të vetdijes për të mbrojtur nga kanceri i gjirit dhe për të njohur më shumë me problemet shëndetësore që mund të sjellë kjo sëmundje. Doktor Ilir Kurtishi, gjatë qëndrimit të tij në Gjakov në një nga mbrëmjet e organizuara për gratë e prekura nga kanceri i gjirit, tha se tani në klinikën e onkologjisë ka arritur edhe një aparatur e cila ndalon rënjen e flokëve gjatë kohës së trajtimit. Zyrtarisht është përmbyllur muaji roz, muaj ky ku për 31 ditë rresht në gjithë vendin është diskutuar përmes fushatave të ndryshme, mbrojtja nga kanceri i gjirit, kujdesi për shëndetin dhe rritja vetdijes për të bërë mamografinë për të kujdesur për kontrollat e gjinjve. Onkologu Ilir Kurtishi në një nga takimet të tij në Gjakov u tha grave të prekura nga kanceri i gjirit se klinika onkologjisë vazhdimisht bën përpjekje për të furnizuar me medikamente dhe aparatura që i lehtësojnë trajtimin e kësaj sëmundje, madje vuri theksin edhe të një aparature cila minimizon rënjen e flokëve. Ne sfundmi, para 3-4 dite jemi furnizuar në klinik me një donacion prap nga një kompani nga Gjakova, të cilët AGS, të cilët edhe i falenderoj, na kanë furnizuar me një aparatur e cila minimizon rrëmjen e flokëve. Dhe është aparatur e cila ka një kosto shumë të lartë dhe në klinikë sot e ofrojmë dhe pikërisht është një vajzë nga Gjakova këtu që dje për herë të parë ka përdor këtë makinë dhe ka marrë terapinë e parë dhe shpresojmë që rrëmja e flokëve ose efekti ansor, meqense shumicën e femrave ajo është pengesa më e madhe e cila e brin dhe e cila ka impakt edhe në kualitetin e jetës, dhe ajo e ka përdorur atë dhe ne shpresojmë që ajo të ketë rrëmje minimale të flokëve dhe të vazhdoj jetën ose të vazhdoj punën edhe të duket mirë dhe para familjes, sidomos fëmijëve dhe anëtarëve do të prindve vetë dhe të vazhdoj jetën në kushte normale. Onkologu Kurtishi, njëherë drejtori klinikës onkologjisë në QKUK, tha se profesionistët shëndetësor po bëjnë përpjekje për të rritur cilësinë e shërbimeve onkologjike dhe minimizimin e sa më shumë efekteve anësore. Shumë shpejt ne do të kemi edhe disa aparatura të tilla, prap donacion nga Rotorian, klubi Rotorian i Prishtinës, dhe në këtë mënyrë do të rrisim cilësinë e shërbimeve onkologjike ose do të minimizojmë efektet anësore të terapisë. Dhe t'ju them të vërtetën, kjo është aparatura e parë në institucione publike në vendet e rajonit, meqense Kosova është e para, nëse marrim parasysh Shqipërinë ose Malin e Zi dhe Maqedoninë, të cilët nuk i kanë këto në institucione publike, pra kjo në këtë mënyrë ka efekt shumë të madh psikologjik te pacienti. Doktori Kurtishi gjithashtu tha se krahas femrave edhe meshkujt ndonë në numër më të vogël janë identifikuar me kancer të gjirit gjatë vitit 2025 në Kosovë. Procesin e pjekjes së Rakis dhe Domxhoni ka prej vitesh si një trashëgimi familjare. Gjatë kësaj fundvjeshte, ekipi ynë ka vizituar familjen Domxhoni për të kuptuar se sa i vështirë është ky proces dhe sa mund duhet për ta finalizuar të plot pjekjen. Në fshatin Kusar dhe Domxhoni, prej disa vitesh bën pjekjen e Rakis. Ai thotë se procesi kërkon kujdes, por është më shumë një pasion të cilën e realizon me shumë përkushtim. Procesi i Rakis është një proces jo thjesht i rënë, asi po në futën kominet bëhen procesi kominë të nëse të vinë, atër kur bjen në zero kominja, atër morëm edhe i bëjmë pjekim rakinë. Është një proces, diku ju të këtë nështë edhe vështirë, por nuk është edhe qashtë i vështirë, është proces se unë e du, e kam si hobi. Edhe to kominet, mëse të kryhet procesi pjekjes atje, ndrohet kazani, lahet kazani komplet, pastrohet komplet me ujë, futën kominet, edhe presim të nëse të vjen procesi tjetër të përmarëm të natë rrjedhja e Rakisë. Ne kemi tradit shumë vjeçare. Me tonë drejtën baba më ka dek 84 vjetë, edhe unë jam konë si fëmijë i vogël, e shesh në dhata të pjek raki dhe e ka pjek raki. Me kazanët janë konë ma primitiva, të janë konë tjerë kazanët. Edhe për atërshit na kemi marrë pak si unë 15 vjetë i ka se e kam bon këta, kam blek kazanin. Kur në prisha e kam pjek me kazanat tjerë se shkojnë me hak 1 litër raki kanë shku gjithmonë. Edhe të e kam ble 2010, e kam blek këta dhe i pjekin njerëzve kështu në për familje se kanë nevojë për veti.
Periudha e vjeshtës është shumë e përshtatshme për ta pjekur rakin, thot ai duke shtuar se edhe rezultatet janë më të mira. Procesi i rrushit që bëhet kur vjen kominja normal si duhet me pjek ata. Unë kam pas raste kam pjek edhe në pranverë. Edhe në pranverë kam pjek, po më e mira është tash koha, se pranvera ka punë tjera, po kjo tash është normal me pjek rakin. Kur bin kominet në zero do të mi pjek. Kjo traditë për familjen Domxhoni mbetet jo vetëm një zanat, por edhe një mënyrë për të ruajtur shijen dhe kulturën e vjetër shqiptare. Në Gjakov sot është mbajtur manifestimi letrar Festivali Mbarkombëtar i Poezisë 2025, organizuar nga Qendra Kombëtare e Poetëve, Shkrimtarëve dhe Artistëve Gjakova. Kjo ngjarje kulturore, e cila nga viti në vit po sjell poezi të vlerësuara nga kritika letrare, edhe këtë vit prezantoi një prurje të mirë, të cilat u vlerësuan nga organizatorët. Në Gjakov u mbajt edicioni 5 i Festivalit të Mbarkombëtar të Poezisë, një aktivitet letrar që solli së bashku poet të njohur nga të gjitha trevat shqiptare. Festivali organizuan nga Qendra Kombëtare e Poetëve, Shkrimtarëve dhe Artistëve Gjakova në ndërtimin e Mevlyde Mezini Saraçi. Mevlyde Mezini Saraçi theksoi rëndësinë e këtij festivali. Sot Shqipëria ka fest, të gjitha trojet etnike kanë fest, sepse shkrimtarët e realizojnë bashkimin shpirtëror kombëtar. Ne nuk jemi politikan që të punojmë më procedura, por jemi më të fuqishëm se politika dhe i realizojmë të gjitha ato që na flasin në shpirt, që na flejnë në shpirt, ato shqetësimet tona dhe natyrisht secili prej jush sot kur jeni nis në mëngjes në këtë ditë të bekuar nga Zoti, ditë me diell, keni menduar së pari për gjakun që është derë për lirinë e Kosovës, për Gjakovën që ka dhënë kaq shumë dje me vajza, për Gjakovën që është sakrifikuar ndër shekuj dhe sot Gjakova i ka hap dyert për fest. Gjatë festivalit u prezantuan mbi 30 poezi që trajtonin tema të ndryshme, nga dashuria e deri te reflektimet mbi jetën dhe shoqërinë. I këndoj kujtimeve në lëndinën e lotëve kristal. Një pëllumb sjell një shenjë, mes lajka shmalli mbeti i gjallë. Udhëtim në imagjinat, shpirt falur pa fajsis, ëndër e dashuris, hipnotizim për mashtrim. Ti ishe strofa që më vinte në ëndër, një fjalë që nuk mund ta shqiptoja me zë, në vend të rime se mbaja në gjaks, sikur një zog që nuk di të këndoj për dridhet në ndhe. Mes nesh ka kaq njerëz me tru të përdal, që unë s'kam dëshirë t'i kujtoj. Një lëmsh ju kam bledhur në fyt pa kuptuar. Një qast do këtë ndjerë dhe frikë. Filxhani kafes i është dredhur në duar dhe ajo kanë gjithuar të ikë. S'ka dashur të zgjas me atë tip të mallkuar, ma mirë larg prej njerëzve të tillë. Në ndarjen e çmimeve, çmimin e parë morri Jetlira Avdiaj me poezin Pezull, ndërkaq çmimin e publikut e fitoi Fjolla Muhaxhiri Agusholli. Të rinjtë e grupit Rilindja nga Gjakova gjatë muajit nëntor për disa ditë do të qëndrojnë në Austri për të argëtuar diasporën shqiptare atje. Në disa mbrëmje të organizuar nga shqiptarët në Vjenë dhe Gras, solistët gjakovar do të performojnë pjesë nga raportari i tyre muzikor. Grupi muzikor Rilindja do të zhvillojë një turne muzikor në Austri me rastin e festës së Flamurit, me disa performanca të zgjedhura në qytetet Vjenë dhe Gras në datat 7 dhe 8 nëntor. Idris Stavileci, njëri nga anëtarët e grupit, tha se është mirënjohës për përkrahjen e vazhdueshme të publikut, ndërsa premton një atmosferë festive dhe emocionale për bashkëdhetarët në Austri. Na kanë ftu në Austri, kemi një turne, ashtu po quajnë, nga organizata ka. Do të Ermalvesa, diaspora e Austrisë, në qytetin e Vjenës edhe në Gras. Do të interpretojmë, kuptohet me melosin ton, këngëve tona, për diasporën urojmë që t'i pëlqej sa më shumë. Presim që na njohin, nuk e di sa na njohin atje. Kanë thënë që na dëgjojnë spaku nga albumet tona që kemi në Spotify, YouTube. Stavileci tutje shtoi se ky nuk është udhëtimi i parë i tyre si grup muzikor, por që në çdo udhëtim presin të japin më të mirën e tyre. Kemi udhëtuar mjaftueshëm, kemi qenë
në Tuzë, kemi qenë në Eshkishehir, kemi jap koncerte në Tiranë, në Shkup, kemi qenë plotëherë jashtë vendit, po deri tash që kemi qenë një pjesë në Kroaci, po kjo është më veçantë, dukshëm është më veçantë, edhe i ftoj çdo dashamir startit që është në Austri, edhe ka mundësi me ardh, vit na dëgjoj, ka më qenë diçka shumë më e bukur se hera tjera, është diçka përgatitne. Turneu i grupit Rilindja në Austri pritet të sjellë atmosferë shqiptare për diasporën, duke përcjellë përmes muzikës ndjenjën e bashkimit dhe krenarisë kombëtare. Në vazhdim do ndjekim parashikimin e modit për ditët në vijim. Para se të ndami, të ndjekim edhe një artitut kryesor të këtij edicioni. Dëshmori Mem Leshi përkujtohet nga shokët e gjeneratës. Vetëvendosje, qendra në Gjakov akuzon komunën për heshtje dhe keqpërdorim të pronës publike. Mbahet manifestimi letrar, Festivali Mbarkombëtar i Poezisë 2025. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.